Partia Demokratike ishte iniciatore tryezës që bëri bashk partitë e spektrit opozitar, një lëvizje që vjen nga Vlora. Aleatët, por edhe ish funksionar të Partisë Demokratike, ishte pjesë e kësaj tryeze që sipas tyre duhet të sjellë ndryshim. Këshilltari opozitar Gjergj Nika, që cilësoi veten si pjesë të Partisë Demokratike, ndërsa bëri apel për korektësi me aleatët, sipas tij, qef mbetje duhet që të lihen pas. Me gjithë partitë aleate ose me gjithë partitë e frontit opozitar, Partia Demokratike, unë edhe nga eksperienca pasi kam shumë vite në Partinë Demokratike, duhet jemi fair deri në momentin e fundit. Flasim deri në momentin që në zgjedhjet e këtë e ka më shumë për partitë aleate, deri në momentin kur të vinë zgjedhjet e 2027-t, gjithsecila partia aleate të respektohet dhe të jepet vendi që meriton, sepse vetëm duke qenë fair dhe duke qenë korrekt me partnerët tanë aleat, vetëm atëherë mund të shkojmë para. Sepse gjithmonë në momentin e fundit kemi gabuar, e cila nuk na e shpërkthyer në votë. Divergjencat qef mediat, unë mendoj që duhet lënë pas. Detyra jonë është që dhe luftën tonë ne e kemi me partinë pushtet, që ka mbi 13 vite që po kesh menaxhon pushtetin si në nivelin qendror, si në nivelin lokal. Unë jam shumë i nderuar që jam pjesë e këtij fronti opozitar, pavarësisht që mund të më kenë vënë emrin këshilltar, po unë prap i Partisë Demokratike jam, kështu që ato janë gjëra që sipas komenteve. Kështu që gjithmonë kam qenë korrekt, edhe në deklarata që kam dhënë, edhe në gjithë ato deklarata që mund kem dhënë vitet e fundit duke mos fyer asnjë, duke mos cënuar asnjë, pasi nga eksperienca që kemi shumë prej nesh e dim që politika është rrotullohet, vim prap në të njëjtin vend, kështu që edhe aleatët e ballit kombëtar, Partisë Republikane, Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Partisë së Lirisë, të përfaqësuar nga Ridvan Mersini, Geron Gunbardhi, Besmir Brahimi dhe Liri Dema, e vlerësuan këtë tryezë, por thanë se gjithçka duhet të materializohet në veprime konkrete. E pam që votat që rodhen në subjekte të tjera në qarkun e Vlorës na kanë hequr 2 mandate. Nga të gjitha këto subjekte që u regjistruan në zgjedhjet e kaluara. Dhe ne i dim me shifra, po sot nuk duhet të merremi me atë, sot ka ardhur koha që të zgjasim dorën, të bashkohemi që të arrijmë suksese në të ardhmen. Gjithmonë Vlora mund të bëjë punën e vet si qytet, po qendra nuk e kuptojmë si po na drejton dhe si po. Prandaj Partia Demokratike, në qoftë se nuk e ndjek këtë si lokomotiv e kësaj opozite, të vazhdoj me kallëzimet penale, të vazhdoj me televizionet live në çdo grabitje që i bëhet qarkut të Vlorës, ta lëm politikën e madhe ta bëjnë ata të Tiranës, ne t'u tregojmë qytetarëve të Vlorës dhe bashkive të qarkut Vlorë çfarë ndodh në pronat e tyre, çfarë ndodh në rrogat në taksat që ata e pagojnë, që nuk i kthehen mbrapsht, pastaj të vëmë tek kutia e votimit dhe mos të përsërisim më gabimet e nëntorit që nuk u pyet asnjëri dhe vut një kandidat të majt të përfaqësonte Partinë Demokratike. Prandaj të gjithë bashkë të nxjerrim kandidatin, të rreshtohemi, të punojmë për zgjedhjet 2027. Sot e tutje pyetje nuk do ta bëjmë me fjalë pse kemi humbur, por do të themi pse kush do të fitojmë. Qartë, shumë e drejtë. Dhe fitoria nuk vjen me të njëjtat gabime që kemi bërë, vjen ndryshe. Nëse do vazhdojmë në përçarje me vendime të marrë në tavolinë, me interesa të ngushta, më mirë mos ta bëjmë të bashkëpunim. Bashkëpunimi me opozitën duhet të jetë real, jo vetëm në letër, duhet një plan konkret për fitoren. Jo vetëm thjesht kundërshtimi i qeverisë, por edhe ide konkrete për ekonominë, për turizmin. Konkretisht e kam për Vlorën këtë, që çfarë duhet bërë, nuk siç tha mirë tha dhe shoku që jo gjithmonë flasim për Durrësin, për Tiranën, por konkretisht për Vlorën çfarë duhet bërë. Të falenderojmë drejtuesin e Partisë Demokratike të qarkut Vlorë që e bëri të mundur këtë tavolinë të rrumbullakët të themi, por që e vërteta është që qytetarët e Vlorës e kanë parë që ne jemi pak opozitar në këshill, 17 jemi 1/3, por prapë kemi dhënë një rëndësi të veçantë këtij këshilli, duke u ndjekur në gjithë Shqipërinë, duke bërë një model. Nuk dua të përsëris kolegët këtu Lirin që tha që ne i kemi njerëzit, kemi burimet njerëzore që për të arritur këto gjëra. Kështu që qytetarët duan të shikojnë edhe zgjidhje, jo vetëm fjalë, por që përsëris prap ne kemi dhënë mundësinë bashkisë ose këshillit bashkiak
me ekspertizën tonë që të bëjmë të kemi një mundësi tillë, por arroganca e pushtetit, sepse ata kanë numrat, nuk na e ka mundësuar këtë gjë.